siç të gjithë e thonë dhe psikologë shumë të njohur, që modelet tipare tona ndërtohen në mënyrat jonë se si ne funksionojmë ndërtohet në vitet e para të jetës. Dhe Gabor Mate është ai psikologu që e thotë trauma jeton në trupin ton dhe është aty e fjetur derisa ngacmohet si jashtëmi dhe ajo aktivizohet. Edhe në vitet e fakultetit një nga pedagogët e mi shpesh e thoshte që kur bënim ato eksperimentet, mini eksperimentet në auditore, ku e ndjen, vendos dorën ku e ndjen, që trauma jeton në trupin tonë dhe trupi fiziologjikisht reagon ndaj traumës, le të themi. Dhe trauma mund ne të përgjigjeshim dikush në stomak, dikush në kokë, dikush në krah, dhe nëse hulumtojmë pak më thellë gjatë kohës do na marr pak shumë kohë për ta kuptuar realisht ku është pozicionuar trauma, do të vëmë re që çdo gjë është e lidhur dhe është në sinkron. Nuk se ka element të panevojshëm apo të mosdoshëm në trajtimin e një problematike të caktuar.